Investigimi mediave greke si u vrar shqiptari Alfons Ndoci dhe lidhjet me biznesmenin në Mikonos. Një investim i gazetarit grek Evangelis Triantis në Median Data Journalist ka hedhur dritë mbi mafjen e ndërtimeve në ishullin grek Mikonos dhe lidhjen me vrasjen në burgun e Kordialos së shqiptarit 35 vjeçar Alfons Ndoci në 26 qershor 2024. Një dokument i nxehtë audio në lidhje me të ashtu quajturën mafia ndërtimit në Mikonos ka një vit e gjysmë që ka mbetur i paprekur nga policia elene. Sipas informacioneve të Data Journalist, bëhet fjalë për një bisedë besorshme mes Alfons Ndocit i vrarë në burgun e Kordialos dhe një krye kontraktori nga Mikonos, të cilin ai e kishte denoncuar si nxitës të një kontrate vdekje ndaj një agjenti të njohur të pasurive të paluajtshme nga Mikonosi, të cilin e kishte vrarë vetë Ndoci. Biseda në fjalë është regjistruar fshehurazi nga Ndoci, në të cilën sipas të njëjtave burime referohen persona dhe veprimet lidhura me mafjen e ndërtimit në Mikonos. Ndoci e kishte dorëzuar audio në policin helene në qershor 2023, pas një arestimi aventuresk në qendër të Athinës. Më pas i është përcjell drejtorisë së hetimeve kriminale të policisë helenike për përpunimin dhe transkriptimin e bisedave. Megjithatë, deri më sot nuk dihet fati i saj, pavarësisht se dyshohet se përmban informacione të vlefshme në lidhje me aktivitetet e grupeve kriminale në Mikonos. Por le të fillojmë nga e para. Vrasja në burgun e Kordialos. Në fund të qershorit 2024, Alfons Ndoci, me origjinë shqiptare, u vra brenda burgut të Kordialos. Ky është një person i njohur për autoritetet me një të kaluar të rënd kriminale. Në 12 mars 2015, Ndoci ka vrarë me gjak ftohtësi një 53 vjeçar pronar të një dyqani në Elefis, ndërsa kishte grabitur edhe gruan e viktimës. Në 6 tetor 2015, gjatë një grabitje në një shtëpi në Aspro Pirgos, një 75 vjeçare u godit në kokë, e cila ndroi jetë pak ditë më vonë. Në 30 mars 2016, u zbërthye banda ku ai ishte pjesë, e cila përveç 2 vrasjeve kishte kryer të paktën edhe 5 grabitje shtëpish. Në 9 maj 2018, 35 vjeçari arriti taratise gjatë transferimit të tij në Kret së bashku me 3 të burgosur të tjerë. Një prej tyre ishte njeriu që e vrau në burgun e Kordialos. Nga hetimet e policisë rezulton se sherri në Kordialos ka nisur për një arsye të parëndësishme mes të vrarit dhe një të burgosurit tjetër. Gjithçka filloi kur oficerët e burgut i thirrën të burgosurit në qelitë e tyre. Mirëpo disa prej tyre kanë reaguar për shkak të vapës së fortë. Më pas ka shpërthyer një sherr dhe ka pasur një përleshje. Siç tregohet në një video dokumentar që ishte bërë publik, 2 të burgosurit ishin afruar 35 vjeçarit Ndoci dhe filluan ta rrahin. Më pas njëri prej tyre nisi ta godiste me thik. Në këtë rast Ndoci ka humbur jetën. Vrasja e 35 vjeçarit ndodhi vetëm një javë para vrasjes gjakftoht të inxhinierit topograf 54 vjeçar Panayotis Stathis në Psikiko. Një person që vitet e fundit është aktivizuar profesionalisht në Mikonos. Vrasja e topografit solli edhe një herë në sipërfaqe çështjen e nxehtë të mafjes së ndërtimit në Mikonos, e cila vazhdon të veprojë pa kontrolluar. Tashmë është arrestuar autori dyshuar i kësaj vrasje, por jo porosici, pra personi që ka dhënë urdhër për vrasjen. Ndoci dhe kontraktori maf i Mikonos. Vitet e fundit pas vrasjes së tij, Ndoci jetonte në Mikonos ku kryente punë ndërtimore. Në fakt ai ishte i lidhur ngushtë me një kontraktor të madh të njohur në Mikonos, i cili në të kaluarën e tij ishte përfshirë edhe një vrasje për të cilën më pas u shpalli pafajshëm, ndërsa kufoma nuk u gjet kur. Për një arsye të panjohur, në një moment 2 burrat kanë pasur një konflikt. Në nëntor 2022 Ndoci u përfshi në një rast grabitje dhe sulmi ndaj kontraktorit kryesor së bashku me 2 bashkëdhetar të tjerë. Autorët hynë në zyrën e kontraktorit dhe filluan të rrahin, mirë po njëri prej tyre haroi armën që kishte me vete në tavolinën e kontraktorit. Ky fundit sapo gjeti rastin, rëmbeu armën dhe filloi t'i kërcënonte. Autorët janë larguar, por kanë arritur të zhvasin 30.000 euro. Kontraktori i madh ngriti një padi për sulm. Në qershor 2023 autorët u arrestuan në qendër të Athinës pas një ndjekje aventureske. Mes tyre ishte edhe Alfons Ndoci. Audio që injorohet edhe sot. Pas arrestimit Ndoci u
transferua në Departamentin Armëve të Policisë Helenike. Aty sipas informacioneve të data jurnalist, ai ka njoftuar policinë se posedonte një dokument audio. Ky ishte, siç pretendonte Palandoci, një audio incizim në cilin dyshohet se regjistronte në celular kontraktorin gjatë një bisede 5 orëshe mes tyre. Audio dyshohet se përmbante sipas të njëjtave burime referenca për persona të veçantë dhe veprime të lidhura me mafien e ndërtimit Mikonos. Audio është përcjell drejtorisë e timeve kriminale të Policisë Helene për përpunimin dhe transkriptim të bisedave. Megjithatë, deri më sot fati i tij nuk dihet. Sipas informacioneve të gazetarëve të dhënave, audio nuk i është përcjell Departamentit të Krimeve kundër jetës, i cili kishte marrë përsipër hetimet si për vrasjen e Ndocit, ashtu edhe për inxhinierin topograf 54 vjeçar. Nuk dihet pse dhe pse ka të ngjarë të ketë dhëna të vlefshme në hetimet e autoriteteve policore për goditjen e të ashtu quajturës mafie ndërtimit në Mikonos. Ekzistenca e audios është përmendur nga vetë Ndoci gjatë gjyqit në Siros në mars 2024, ku akuzohej për sulmin dhe grabitjen ndaj kontraktorit Mikonos. Ishte një gjyq që ngjante një fortese nga frika e indicieve mes dy palëve. Procedurat u monitoruan personalisht nga kreu i prokurorisë apelit rajonit e Gje. Prokurori i apelit me përvojë kishte urdhëruar praninë të forta policore me asistencën edhe të efektive të forcave speciale e kam nga Athina. Kontrata ndaj një ndërmjetësi dhe denoncimin ndaj Ndocit. I vrari Ndoci kishte denoncuar dhe diçka tjetër pranë autoriteteve. Ekzistenca e një kontrate vdekje ndaj një agjenti të njohur imobilar në Mikonos me urdhër të kontraktorit, të cilin ai e kishte regjistruar fshehurazi. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2020. Agjenti imobilar sulmuar jashtë shtëpisë së tij. Një burr i kishte ngritur një barikadë duke mbajtur një shufër hekuri. Kur u shfaq në ndërmjetësi, ai filloi ta godas në krah dhe këmbë, duke i shkaktuar fraktura të rënda. Ndërmjetësi foli publikisht për atë që kishte ndodhur. Ai vuri në dukje arbitraritetin e ishullit, siç e quajti ai, si nxitësit moral të sulmit të vrasës kundër tij. Sipas raportimeve, ka patur mbi 100 raste abuzimi në vila, hotele dhe dyqane në të cilat dyshohet se janë përfshirë emra të rëndësishëm në ishull. Ndërmjetësi kishte bërë ankesa me shkrim si në organet kompetente ashtu edhe në rrjetet sociale. Autori i atentatit vrasës ishte Alfons Ndoci, siç ka pranuar para autoriteteve 2 vite më vonë, sipas asaj që ai kishte dëshmuar. Sulmi është kryer me urdhër të dhënë nga kontraktori Mikonos me cilin ai bashkëpunonte në atë kohë. Ndaj Ndocit u ngrit një procedim penal për tentativë vrasje ndaj ndërmjetësit, ndërsa zhvilluesi Mikonos u procedua penalisht për nxitje të vrasjes mbetur në tentativë. Dy burrat ishin planifikuar të dilnin në gjyqin në Nakos në 14 qershor 2024, megjithatë pas një kërkese nga Palandoci, çështja u shty. Ky gjyq i veçantë tani ka filluar. Në fakt, në një seancë dëgjimore të fundit, Pala e ndërmjetësit thuhet se argumentoi për ekzistencën e një regjistrimi të dytë audio në të cilin ishte regjistruar një kontraktor, këtë herë nga ndërmjetësi, të fikur celularët e të përfshirë në vrasjen e Ndocit. Në lidhje me vrasjen e Ndocit, tashmë janë ngritur procedime ndaj 2 personave, njëri për vrasje dhe tjetri për bashkëpunim të thjeshtë. Njëri prej tyre ishte bashkomasi i Ndocit, me cilin ishin arratisur së bashku në 9 maj 2018 gjatë transferimit të tyre në Kret, pak përpara portit të Pireut. Autori i vrasjes Ndoci ishte i përfshirë në një kontratë vdekje ndaj një greku në Kallamat në vitin 2011. Në momentin e vrasjes, viktima ishte me fëmijën e tij 2 vjeç, të cilin autori e vrau edhe duke i prerë në fyt me thik. Gjatë hetimeve për vrasjen e Ndocit dhe organet e tuesisë u bë një kërkesë për hapjen e celularëve të autorëve për të parë se me kë kishin folur para dhe pas vrasjes. Qëllimi ishte të shihej nëse vrasja e Ndocit ishte një ngjarje rastësishme apo ishte një vrasje urdhëruar nga një person ndoshta i lidhur me mafian e Mikonos. Megjithatë, kërkesa nuk u pranua, telefonat nuk u ndezën kurrë.